Pas pak në pjesën e komunikimit me ju diku rreth orës 7:20. Me lajmin nga vendi në oranews.tv mbyllet gara për Byron Kombëtare të Hetimit me 6 kandidatura, kush janë emrat që duan të drejtojnë FBI-n shqiptare. Plagoset aksidentalisht me armë 57 vjeçari në Postrip transportohet në spital. Vanderlusin Albania 2, Rama ndan foto perëndimi nga malet e Dragobis. Defender 2025, Ambasada e Shteteve të Bashkuara, forca dhe bashkimi mbaj rajonin të sigurt. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara ndjek stërvitjen e trupave amerikane dhe shqiptare në Biz. Softa në vendin ton kemi hyrje dhe kalim të lëndëve narkotike dhe armëve. Ishte rëzuar dhe kishte pësuar dëmtime në kokë policia e Himarës, i vjen ndim turiste spanjolle. Mbyllet stërvitja shumë kombëshe, Defender Europe 25, më baj kërkon ndihmë në ora juaj, duhet një karrocë me bateri për fëmijën paraplegjik. Goditi me thik 64 vjeçarin, arrestohet autori në Divjak. Aksidenti tragjik me motor ku humbën jetën 2 të rinj në Vlorë, miqtë e të afërmit realizojnë një murale në vendin e ngjarjes. Zjarri libanes në Berat shkak dyshohet rrjedhje e gazit, lëndohet zonja e shtëpisë. Video Elvis Roshi në Spak i komunikohet akuza e shpërdorimit të detyrës në bashkinë e Kavajës. Lënë narkotikën në festivalin Unum në Shëngjin, në hetim 2 shqiptarë dhe 4 të huaj. Emrat shisnin lëndë të paliqme në Berat, arrestohen 2 të rinj ja çfarë u gjet në banesë. Aksident Elbasan Librazh, makina përfundon lokal, lëndohen 6 persona. Marrëdhënie me dhunde nga çmim. Vajzat denoncojnë 2 meshkuj në Borsh. Sherri i madh dhe urdhri i psikologut. Treska refuzon të lirojë zyrën, Lapoviti kërkon ndërhyrjen e policisë. Në Rafati në rrugë Petronini, Luarasi, arrestohen 3 persona, sekuestrohen pajisje. Inxeti afrikan të ne, meteorologja ja se si do të ndryshojnë temperaturat gjatë kësaj jave. Për flak gjatë ecjes makina në Tiranë, shfaqet murtaje në Buqiz, ngordi 150 bagti në Martanesh. Sa dushi qëndrueshmëria në interpretimin e ligjit, mision thelbësor për forcimin e shtetit të së drejtës. Vendos gjykata 55 vit burg në total për autorët e vrasjes së Edmond Papës. Zgjedhjet në Shkodër dhe Fier, KQZ vendos për kërkesat e PD-s për pavlefshmëri. Mashtrimet kibernetike, eksperti IT Edmond Liçaj, janë nga çfarë duhet të bëjmë kujdes. Ndreu publikon hapësirat publike në plazhe, kushdo që ka paqartësi të pyes përpara. Policë vullnetar dhe parë, fishta qytetar të papërgatitur për të mirëpritur këtë vendim të qeverisë. Ndërtimet pa leje në Dërmi, Jale Drimall, Kryebashkiaku i Himarës pezullon nga detyra 5 punonjës të IMT-s. Shantazh në spitalin e traumës, shefi i auditit, Luan Rosaj në akuzë nga stafi mjekësor. Boni kujdes mesazhin në telefon në emër të postës shqiptare AKSK, domeni rrezikshëm, mos jepni të dhënat tuaja bankare. Ekzekutues të huaj kontratat e vdekjes që u lidhen me Italin, grek, portugez, maroken dhe rumun. Flak në shfushën e druve në Shkodër, digjen plotësisht 2 baraka. IKMT aksion shembjesh në jug të vendit, prishën ndërtimet pa leje në vijën bregdetare, prishet qetësia e pushuesve. Përfundon Defender 2025, venku vlerëson për kushtimin e forcave të armatosura. Mesazhin në telefon në emër të postës shqiptare, 70.000 aplikime për subvencione në bujqësi Kuçi brenda 20 ditëve, publikohet lista e përfituesve. Mishi u bën armiq si nisi lufta e shokëve të fëmijërisë, 7 vrasje, Riona Libej pagoi 388.000 euro. Një muaj ndjekje për të vrarë vëllezërit Papa. Pas krimit,
Andre Bote ndroi rrobat Audit, i ndryshuan 2 herë targat. Gjendën një sasi lëndë piroteknike në Universitetin Politeknik, policia nis hetimet. Shohim lajmet nga politika. Makina e Bashkisë Tiranë, dispozicion të bashkëshortit të Ristanit, komplikaj nuk janë ndjekur fëmijët e saj. Këlliqin nëse do të shihni me pamje filmi se si funksionon dhe treni bulgar e fshehin fletën. E pamoralshme, jo e paligjshme, malësia, vendimet e qeverisë janë marrë përpara, por ndryshimet në ligj kanë bërë që rinumërimi nuk e zgjidh masakrën elektorale. Maho 2 muaj para zgjedhjeve, kryeministri miratoi 30.000 hektar për të mbjellë kanabis. Po do në luftë për mandatin e 14 në Tiranë, këlliqin nga pamjet filmike kemi parë vjedhjen e votave. Çfarë ndryshon hapja e kutive? Kikia betejën e nisën kandidatët në mënyra më e mirë për të bërë drejtësi. Rama pas fitores së zgjedhjeve njofton rikthimin e rubrikës sy më sy. Jam rrëmbyer pas një letër policie. Meta telefonat live nga burgu në ora News, pak s'ka asnjë provë. Në Strasburg do i fitoj të gjitha çështjet. Hetimet përmetën Partia e Lirisë, Blushi, proces politik, i nisur 6 vite më parë. Kallëzimi gjyqtare Serena Gjoka, Sali Berisha thirret në SPAK. Begaj me kreun e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, do të vijë të ngretë çështjen e pasivizimit të adresave. Mblidhet konferenca e kryetarëve, nuk arrihet dakordsi për programin e punimeve të kuvendit. Blushi dhe 600 vitet hetoj SPAK, kur nuk do gjendet një shkelje ligji nga Meta, çështja kalon në Strasburg. Flia e Kuksit, specialitet tradicional i garantuar, Rama hapi i parë drejt regjistrimit si pjesë e trashëgimison kulinare. Spiro Pali, Kiselova, Bullgaria mbështeti integrimit të përshpejtuar të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kociu Gabriela Lajtalin për të kontribuar në qendrën verore shëndetësore, në Gjirokastër. Ndreu sekuestrim çadrave dhe shezlonëve të vendosur në mënyrë të paligjshme. Shtyhet seanca plenare 12 qershori, shkak se Spiro Pali do të jetë në vizitë në Ukrainë. SPAK shtyn me 6 muaj të tjerë hetimet ndaj ish-presidentit Ilir Meta. Nis hakmarrje veliet nga burgu ndaj tradhtarëve, ja çfarë u ka bërë gati. Anuela ishte veç fillimi. Nuk ka pushime për velien, apeli GKK-s lënë në fuqi masën e sigurisë me burg për kryebashkiak. Kërkohet seancë dëgjimore me ministrin Gonxha për situatën në burgun e Spaçit. Shqipëria kampione e negociatave, kryeparlamentarja bullgare në Tiranë do ju mbështesim. Berisha akuzon për trem bullgar nuk bëjmë padi, për komisionerët do japim prova. Ka zvendosur rinumërimin e të gjitha kutive në qarkun e Fierit. Bullgaria mbështet rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Spiro Pali pret në kuvend kryetaren e Asamblesë Kombëtare Bullgare. Farsa elektorale, Berisha denoncon me video blerjen e votave në Tiranë. Ky është momenti kriminal i ndarjes parave. Po do kërkoi pamje filmike për 4 këzazë në qarkun e Shkodrës, kas shtyn për të mërkurën shqyrtimin e çështjes. Rinumërimi i votave në Tiranë, një vendi ku pritet të mbahet procesi. Manja, digitalizimi i gjyqësorit, një ndër investimet më të mëdha që kemi ndërmarrë. Rivelia e gati për të paguar në liri nga burgu, Ajo Laxoza e nis javën SPAK. Sfid dosjet e vjetra në gjykat, në Begaj drejtësi e vonuar është drejtësi e munguar. Avokatit Ilir Meta do të lirohet shumë shpejt, është ezauruar çdo afat. Ndërkohë me lajme nga rajoni. Pse Greqia po përjeton kaq shumë tërmete tani dhe a duhet të shqetësohemi?
Përpjekje për zbutjen e tensioneve. Kurti takohet me Bedri Hamzën, Mitrovicën e Jugut. 2 kilometër nga kufiri me Serbin, Kurti inauguron stacionin e ri policor në Zvečan. Kosova gati për qeveri të re. Në Dakaj, Kurti u takua me Hamzën, por nuk ka bisedime për koalicion. Sulmi i grupit serb ishte i koordinuar. 2 efektiv policie përfundojnë dëshminë për rastin Bajska, pas shpërthimit të madh kanë filluar të shtënat. Speciale i vazhdon para burgimin Hashim Thaçit. Gjyqi për Banjskën, Berisha, ky është rasti më i komplikuar për gjykatën e Kosovës, dosja duhet kaloj testin e drejtësisë. Presidenti Osmani vendos për zgjedhjet lokale mban 12 tetor. Arrestimi ish policisë në Serbi, reagon Ministria e Jashtme e Kosovës, po punojnë për lirimin e shpejtë të tij. Tymizin Prishtinë dështon edhe tentativa 29 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Kosova kujton 26 vjetorin e kapitullimit të Serbisë. Arrestohet lideri i partisë kryesore opozitare në Republikën Srpska. Sulmi armatosur në Banjsk dalin përpara gjykatës në Prishtinë 3 prej serbëve të akuzuar për ngjarje. Vučić nuk mban nervat, largohet i irrituar pas konferencës. Nga konferenca me gazetarët, pyetja që nuk i pëlqeu. Shpërndanin drogra të forta në Mikonos, në pranga 3 shqiptarë, njëri prej tyre në hetim nga Spaku. Kasolli dhe nesër pritet mos konstituimi i Kuvendit të Kosovës, mund të ketë edhe zgjedhje të reja. Në BE janë të shqetësuar për sigurinë në Ballkan, prioritet është mbijetesa. Zgjedhje në 2 komuna lokale, test për Vučić. Jo me lajmet nga bota. Macron e quan blokadën humanitare të Gazës një skandal. Trump të arrestohen të gjithë ata që mbajnë maskë në trazgjirat e Los Angeles. Orban, rusët nuk mund të amposhtin Ukrainën e jo më NATO. Mos funksionimi i radarit në aeroportin e Napolit në Itali anullohen 45 fluturime. Italia dëndat ndaj një shqiptari dyshime për vrasës me pagesë. Tom Cruise fiton rekordin botëror Guinness për akrobacinë breslënse në Mission Impossible. WWDC 2025 tani me inteligjencë artificiale për kthimin e AirPods dhe aplikacionin e lojrave. Var bizantim në Siri, lashtë rreth 1500 vjet, zbulohet në rrënojat e një banese. Guvernatori i Kalifornisë pa ditë Trump për nxjerrjen e gardës kombëtare në rrugë. Kanadai arrit shpenzimet në mbrojtje, akordon 2% të buxhetit të vitit 2025. Trump sulmon guvernatorin e Kalifornisë dhe kryebashkiaken e Los Angeles. Duhet të më falenderojnë për ndërhyrjen, pa mua janë asgjë. Aeroplani i vogël rrëzohet në det në San Diego, operacion e kërkimi për 6 personat në bord. Kemi dërguar sistemet të mbrojtjes ajrore në Ukrainë. Ambasadori izraelit spekulimet se Izraeli nuk i ka ndihmuar asnjëherë ukrainasit janë të pavërteta. Pasurimi me uranium nga Irani mbetet problem serioz. Dietarët fetar që flasin hapur shënjestra e re e talibanëve. Ukrainasit rrëzojnë avionin spiun të Putinit në tokën ruse. Kryetari i Bashkisë së Los Angeles akuzon autoritetet e emigracionit për protestat mbas mbastisjet ndaj migrantëve ishin shkëndija e kaosit.
Tubimet në Los Angeles, guvernatori i Kalifornisë këmbgul se do të padis Trump për gardën kombëtare. Ministri i Brendshëm Gjerman i alarmuar për rritjen e dhunës të të rinjt. Ania me miraton perklorat amoniumi drejt lindjes së mesme pse bota rrezikon më shumë se kur luftën. Përmbyllet stërvitja shumë komshe Defender Europe 25. Dështon referendumin në Itali për shtetësinë, feston partia e Melonit, qëllimi ishte rrëzimi i qeverisë, nismëtarët pranojnë humbje. Rusët janë shumë të dobët për të sulmuar NATO. Orban, Putin do ta mirëpresin me krah hapur. Protestat në Los Angeles, Trump arrestoni njerëzit me maska. Kremlini kundër NATO-s, planet për të forcuar mbrojtjen do të jenë në kurriz të taksa paguesve europian. Bisedime tregtare SBA-Ki në Londër, analiza e CNN, Kina ka një kartë të vlefshme për të luajtur. Ndalimi hyrjes në SBA për qytetarët e 12 vendeve hyn fuqi sot. Dikur tallte Bideni, shkallët e avionit rrëzojnë edhe Trump. Frikë nga Rusia, superfuqia e Europës, plan miliarda eurosh për të rinovuar bunkerët. Trump do të zhvillojë bisedime telefonike me Netanyahu, çfarë pritet bisedojnë dy udhëheqësit. Nis raundi i ri bisedimeve mes Kinës dhe Shtetet e Bashkuara për tarifa, delegacioni amerikan takohet me përfaqësuesit kinez në Londër. Rusia ka nisur këmbimin e të burgosurve të luftës me Ukrainë. Makroi përgjigje Trump, Grenlanda nuk është në shitje, as Antarktida dhe deti. Irani shumë shpejt do t'i paraqesim Shtetet e Bashkuara propozimin për programin përthamor. SBA hyn në fuqi ndalimi i udhëtimit për qytetarë nga 12 vende, guvernatori i Kalifornisë pa ditë administratën Trump për përdorimin e gardës kombëtare. Intensifikohen protestat pasi Trump vendos trupa të gardës kombëtare. Trump premton të luftojë imigracionin e paligjshëm, zgjeron kapacitetet e NATO-s, rrute paraqet në Londër planin e rritjes. Izraeli mban premtimin, rrëmben flotën e Greta Thunberg në ujërat internacional. Saga Trump-Musk në lojë hyn dhe babai i miliarderit, situata është egzageruar. Shpresë për zgjidhjen e luftës tregtare. SBA dhe Kina rikthehen në tryezën e bisedimeve, delegacionet në Berlin në Londër. Mjekët britanik kundër vdekjes së asistuar. Të radhës dhe të fundit, lajmet nga sporti. Kombëtarja zhvillon seancën zyrtare stërvitore në Riga përpara sfidës me Letonin. Kvarazhvelja sulmohet gjatë pushimeve, bastiset nga hajdutët banesa që kishte marrë me qera. Festival Gola është në Fadil Vokri, Kosova përmbys komoret me spektakël. Rikthim në shtëpi e Sin Hakaj, vishet sërish kuqe blu. Shqipu shpërthen me entuziazëm, krenar që jam rikthyer tek Interi, duam të fitojmë botrorin për klube. Dragan Stajkovic kape sërish me gazetarët serb për duelin me Shqipërinë, atmosfera ishte si Boca River. Trajkovski jep fitore Maqedonisë së Veriut në Kazakistan. Kundërshtar të një niveli më të lartë, trajneri italian i Letonisë përgatit duelin me Shqipërinë, kemi një plan i cili do të jetë Chelsea. Manchester United 10 largime në fund të muajit mes tyre dhe Eriksen, Lindelof dhe Evans. Duar trokitje në dhomën e zhvesjes kur Lewandowski deklaroi largimin nga Polonia. Lenglet firmos me Atletico Madrid një përforcim me eksperiencë për mbrojtjen e Simonës. Bëra disa zgjedhje të gabuara, por Spalletti për Ranierin, njeriu i duhur, nuk e di, por është profesionist i vërtet. Rangers kryen testet mjekësore, pritet firma dhe zyrtarizimi nga Manchester City. Kampioni Usyk fton presidentin Trump në shtëpinë e tij në Ukrainë. Në këtë mënyrë ai do të shohë raketat që fluturojnë çdo natë.
Ndaj Estonisë ndeshje e rëndësishme, por jo vendimtare. Silvinjos kanë vendosur ende për formacionin. Me Serbina mungoi vetëm goli Aslani, ndaj Letonisë vetëm për 3 pikë. Zyrtare Kristian Shivu zgjidhet trajneri i ri i Interit. Rregullat e reja në botërori në klubeve pritet të ndryshojnë të ardhmen e futbollit. Në Angli Span e pranon, Gjermania është pak më poshtë rivalëve. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit që ne u përcjellim çdo ditë përmes faqes sonë webit oranews.tv dhe është momenti për të rikthyer në studion vijnë programit për sa i përket bashkëbisedimit me të drejtë për drejtë me ju. Si për herë, në numër që i keni në të djathtë të ekranëve tuaja 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Ora 7:21 minuta, kjo është pjesa e parë e emisionit Ora juaj për takimin e sotëm e marrë data 10 qershor 2025 dhe me qënë se mbyllim me lajmet nga sporti shumë fatë sot kombëtarës shqiptare në Letoni për të marrë pse jo një fitore që do të jetë e rëndësishme në këtë rrugtim për eliminatorët e botërorit 2026. Jemi drejt për drejt në Ora News dhe radio 96.7 MHz dhe në live stream në oranews.tv për gjithë ju që doni të na ndiqni dhe për të bërë pjesë e emisionit, numrat i keni në ekranet tuaja 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 në këtë mëngjes të kësaj të martët të datës 10 qershor, dhimi së bashku deri në orën 8:50 në komunikim me ju, si çdo ditë nga hëna në të premte, edhe për ditën e sotme për të përcjell shqetësimet dhe probleme që ju keni. Mund ta shkruani edhe në rrjetet sociale, sikundër e bëni çdo ditë në fakt, por gjithsesi ne ja u përmendim për ata të cilët thonë që është e vetmja mënyrë për të bërë pjesë. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një qytetar. Po? Unë Asiri, kam një avë. Mund ndihmoni? Po më thuaj. Po vetëm uleni zërin e televizorit se dëgjoni shumë keq. Po, ke drejt. Ka qenë një shtëpi këtu, i kemi bërë rifreskimin, për të bërë rifreskimin të hotelja dhe po bëj 13 ditë sot e s'po më vjen. Edhe s'di nga ta gjenjë nga ta gjitha. Çfarë abdikimi është ky? Kam shtëpinë, e kam me certifikat të rregullt. Edhe po i bëj rifreskimin që ta shes. Rifreskimin? Vetëm për rifreskimin dhe po bën na 3-4 ditë jam vonuar, po bëj 13 ditë sot. Edhe s'kam vjen përgjigje për rifreskimin. E kuptova. Do certifikat të rregullt edhe e qartë, e kuptoj. Në dokumentin e aplikimit e keni? Ja kam te noterja. Merja që mund të pyes përmes dokumentit të aplikimit. Se vetëm me emër nuk pyesin dot, më kupton? Besnik si nanaja ka. Di. Vetëm me emër tha ajo pyetet. Jo, nuk pyetet me emër i nderuar. Më jep dokumentin thuaj edhe të pyesin. Më kupton? Mirë. Merja dokumenti se nuk është dokument sekret ai, më kupton? Dokument aplikimi është. Jo, është dokument certifikat të rregullt është. E pra, prandaj po them që dokumentin e aplikimit për rifreskimin e certifikatës që të mund të... Vetëm rifreskimin, dhe s'po vjen, nuk mund të ta merrin telefon atje... O nderuar edhe një herë, më jep dokumentin e aplikimit që të pyes. Këtë po të them. Thuaj noterës, si ta jap me foto dhe na e nis. Dakor? Faleminderit. Faleminderit shumë edhe ju për telefonatën. Ditë mbar, sepse po kohë që ka ndryshuar, domethënë mënyra e përcjelljes, sidomos në rasteve të tilla, duhet që të paktën të shoqërohet me një dokument që vërteton se është bërë aplikimi. Mirëmëngjesi. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të lutem zonjë ule zërin televizorit. Po. Faleminderit. Kodi. Urdhëro. Jemi banojmë një zverisht. Edhe nuk kemi ujë, po bëjmë 2 javë. Shkoj bëj ankesa atje këtu në Misomama, ku është drejtoria. Asnjë çik nuk vjen. Ujë? Ujë, s'kemi ujë. Ashtu, a? Kam vajtur 2 ka bëj ankesë. Prej sa kohësh? Kemi 2 javë. 2 javë. Unë vjen... Edhe këtë problem kemi vit për vit, po tani vjen me...
E kuptova, vjen me orare të ndërprera, nuk vjen hiç. Si? Me orë, ata e shon me ora 1 orë, ju sa mushën andaj lartë se ne jemi pak në punë, nuk vjen fare. Ku banoni? Ne jam çuar në Zberisht, në Mistomame. Në Mistomame. Po. Ndodh gjithmonë kjo apo është hera e parë? Kjo është vit për vit, po kemi 2 javë që nuk e vjen fare. Blem nga një depozit të 10.000 lekë një depozit. Ajo një ditë është. Po, 300.000 lekë në ditë. 300.000 lekë në muaj. Smash. Ata që ka marrë ato që ka një pus një tjetër, të më sjellin depozit. Po ku e dilet një depozit të 10.000 lekë ditë për ditë? Nuk e di jam... Jo, po sigurisht që si dile. Nuk i dile. Shikon, ndihma është te përcjellja patjetër. Kështu që faleminderit që na informuat. Faleminderit e juve, inshallah. Ditë mbarë, dashur. Ne kalojmë një javë të shkurtër publicitare për të rikthyer pas pak në pjesën e dytë të programit. Mos largoni, vim shpejt. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:30, vijon komunikimi me ju në 068 60 54 639 068 99 00008. Në të pjesë të dytë kemi telefonat në linjë. Alo. Urdhëroni. Një pyetje dosha, Klodo. Jam një invalid i pjesshëm. Më mbaron kempi këtë muaj dhe më duhet të lutem çfarë dokumentash më duhen me vete kur shkojnë në komision, se këtu ndryshojnë për ditë gjonat. Po mos vi vërdall 40 gradë, të lutem, po mund. Po nuk ta kanë dhënë? Po s'ma kanë dhënë se jam tash, jam pa qef, në qoftë se bezdis, në qoftë se bezdis. Jo, nuk më bezdis jo. Një moment. Nuk thash që po bezdis mua, po them nuk të kanë dhënë listën e dokumenteve që duhen për të paraqitur atje. Është hera e parë që del në komision? Jo, kam qenë, kam 6 vjet që jam. Po këto ndryshojnë, njerë duhen kështu, njerë duhen jo analiza shteti, jo analiza privati, jo kështu, jo ashtu. Po qese se ke problem. Nuk e kam problem fare, vetëm më lër pak kohë. Po. Juve keni nesër, a? Jo, në fund të muajit mbaron, po duhet bëj këto dokumentat e vizitat e gjonat që dhe do dini në komision, a? Po, me fel do rrit dal. Okej. Kam pasur një përcaktime të drejtën. Një sekond. Se më duket e gjetëm. Çfarë grupi jeni? Të thash jam invalid i pjesshëm. Me kështu me bypasse me Shiko, i nderuar. Opa. Në mënyrë që mos të lë dhe unë ndonjë dokument pa bërë, pa siguruar nga ana jote, më lë një numër telefoni që të danis të gjithë në mesazh. Dakor? Faleminderit. Ky është numri im. Po ma jep të lutem se unë nuk e shoh dot. Atëherë 069 Një moment. Po. 93 11 559 2519, po 2519. Okej. Do të falenderoj dhe të fal për kohën se të honga shumë. Po jo, është ora juaj, ne prandaj kemi vendosur ora juaj, kështu që është ora juaj e emisionit. Faleminderit juve. Më të mirën uroj. Faleminderit për telefonatën. Bukur, 7:33 ora. Ju presim në vim komunikimin në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për të vijuar komunikimin e drejt për drejt edhe në këtë pjesë të dytë. Në takimin e kësaj të martës të datës 10 qershor. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Urdhëroni. Zoti Klodi? Po. Me datë 11 prill jam nga Peshkopia. Me 11 prill kam të nxjerr nusën në Kem Pepror. Po. Dhe ato teprorit më thanë që tani pritet doshin se do të vinë ke Jesia Bashkiake e zonës ku banon. Do kanë që 2 muaj që nuk ka marrë përgjigje. Çfarë dokumenti është ky? Dokumenti pror, është invalide në... A ka shkuar në kembin e prorët dhe do vi aty në njësinë administrative? Po. Sa kohë ka kaluar? Ka kaluar 2 muaj tash. Qish me 11 prill.
Shiko. U interesova një ditë atje në Peshkopi, unë ke kepi në Peshkopi, dhe më thënë, aty në kompjuter ka dalë, ka përfituar, prit vinë dosja, ta shumë dosjen, të së përkupte që di mund që... Ndjes. Shiko, kush ja u komunikoi që dosja është miratuar, por nuk ka ardhur? Atë ke kempi, ma pan me kompjuter. Ta s'ka ardhur dosja akoma. Prit vinë dosja. Ato të kempit më pan për një muaj të vjen. Mirë, dakor, të ra një muaj shira në dita e zgjedhjeve dhe mund të banoj pak. Dakor. E kuptova. Ku banonim, nga flisni? Nga Peshkopia. Njësia bashkia ke Arras. Ke pyetur dhe nëse po ku? Sin. Jo, ke pyetur them për këtë gjë dhe nëse po ku? Jo, vetëm ka thënë me sa që ka dalë si kem, por pritet vi dosjen nga Eprori. E kuptova. Kush ja u tha këtë që ka dalë si kem? Ajo sekretara që anë shtatë ke. Okej, ma thuaj pak emrin, lutem? Fatbarda Shefki Prifti. Fatbarda? Shefki Prifti. Prifti, ha? Po. Okej, faleminderit. Nderuar të pyesim. Faleminderit për telefonatën. Me informoni sa më shpejt jetë mundur. Faleminderit për bisedën. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Një pyetje dhe shpëdej. A durim djale, se do bëjmë një vit të carë. Edhe një herë, të dëgjoj me shumë ndërprerje dashur. Nuk të dëgjoj mirë, Zoj. Ne kemi këtë djale në këshuar, arhimni. Alo? Po, duam të regjistrojmë komunë, të hiqet emri atje, ku mund të drejtojmë? Edhe një herë, të lutem se të dëgjova pjesën më të madhe vetëm me shkëputje, edhe një herë. Se nuk e dëgjova mirë. Djale. Urdo? Kemi ardhur djale, shtëpi. Lëviz pak nga aty ku je, dashur, të lutem, sepse ka shumë ndërprerje të valve. Lëvizni pak nga aty ku jeni. Shtëpinë e kemi dhuruar djalit. Okej, tani të dëgjoj mirë. Po? Dhe do të regjistrojmë në komunë, këtu në administrativë. Në atje, po që regjistrojmë? Këtë do regjistroni në komunë, Zoj? Ta heqim në emri jonë të atë edhe djalit, se kemi bërë sërshëgni, kemi marrë certifikatën e pronësit. Nuk bët në komunë ajo shpirt. Ku bëhet ajo? Te noteri, në kadastër. Po certifikatën e kemi marrë në edhe atje. E di, po në emër të kujtë certifikata? Në emër djalit është tani. Po çfarë po kërkoni? Edhe ta regjistrojmë se figuron këtu komunës nuk na vjen as taksa, as një gjë për djalin. Kë do regjistrosh o shpirt? Shtëpinë e djalit, pra. Po ti thuaj është në emër të djalit. Po tani e kthyem një vit kemi, po nuk o kthyen komuna, ajo s'na vjen taksa për djalin. Si të vjen taksa për djalin? Ti s'ke hequr djalin nga gjendja civile? Jo, se kam hequr djalin nga gjendja civile. Këtë do të bësh? Ko ti unë këta na bini vërqarë këneve se... Po zonjë edhe një herë, po unë s'po të kuptoj çfarë do të bësh tani, se s'po ma thua. Këto shtëpiat që kemi vetë, dhe këto i kemi blerë në fakt me dhe. Edhe ja kemi dhuruar djalit tani. Po shumë mirë që ja ke dhuruar djalit, edhe? Po, edhe taksa për djalit, bëm një vit nuk na kanë ardhur taksa për shtëpinë, se po të mos vjen taksa dhe e pyetëm komunë, regjistron në emër të atij që i ka pasur shtëpitë akoma. Kush ta tha këtë? Ai komunës, administratori komunës. Po pse s'të ka ardhur taksë ty atëherë nëse është kështu? Nuk e di. Po jo pra jo. Në çfarë thot njësia administrative aty? Në komunën Sullt rreth i Gramshit. Po çfarë kanë thënë? Çfarë thon kur i keni pyetur dhe kur keni shkuar? Jo, më mori burri atë të komunës, ai tha ta heqim në emrin e atij, sa që figuron shtëpia, tha vini më djalit. Po si mund ta heqësh aty kur ti e ke hequr? O, e dashur edhe një herë, të lutem. Që të heqësh nga emri jot shtëpinë, nga certifikata e pronësisë dhe t'ja japësh dikujt tjetër në rastin konkret djalit, ti e ke bërë këtë veprim. Po. Më kupton? Kështu që s'ke çfarë veprimi tjetër të bësh në njësi administrative apo në bashki. Ti ke mbaruar punë me atë gjë. A ka mbaruar punë? Patjetër, sepse certifikata e pronësisë e reja pasi ju ja keni dhuruar djalit, është në emrin e djalit. Po, është në emrin e djalit, po. Kështu që sa kohë është në emrin të djalit, në kadastër, ju s'keni më asnjë lloj detyrimi ndaj asaj prone, dhe as detyrim për të shkuar nuk e di unë ku në komunë, sepse ndryshimi i emrit është bërë i saj.
Në institucionin që merret me çështjen e pronave. Nuk është bërë. Si? Nuk është bërë thot ai komunës. Po si nuk është bërë kur ti ke certifikatën përpara, mo, i zonjë? A e ka certifikatën e pronësisë djali në emrin e vet? Po, e kemi. Po si nuk që nga bërë atëherë? Ajo është bërja. Më kupton? Nuk ka regjistrim tjetër në njësi administrative apo komunë, siç i thoni ju zonjë. Në çështjen e pronave merret kadastra. Nëse un kam një pronë dhe dua t'ja jap dikujt, dua ta shes, dua t'ja fal, dua t'ja dhuroj, dua t'ja lë në përdorim, nuk e di unë se çfarë 1001 forma për t'ja dhënë. Në momentin që në kadastër kalon emri nga emri im në emër të atij që unë dua t'ja jap, automatikisht është pronë e tij. Dhe çdo taks detyrim që vjen për atë pronë është detyrim e atij që e ka me certifikat pronësie. Ups, ralinja. Kështu që mos u shqetëso, besoj të më dëgjon nga televizori, sepse e ke në rregull, nuk ka institucion tjetër në të cilin duhet bërë ndryshimi i emrit të pronësisë, për sa kohë ky ndryshim bëhet nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe nga çdo agjenci tjetër që është aty nga kudo që ju flisni. Okej, 7:40 ora. Vijon komunikimi me ju, nuk ju përgjigjem dot tani, kështu që më falni. Ose na shkruani këtu ose na telefononi në numrat që i kemi në ekrane. 068 99 00008, 068 60 54 639, por shoh shumë mesazhe që ka të bëjnë me çështjen e dosjeve të cilat kalojnë në rikomisionim apo edhe ata për herë të parë për çështjet e kempit. Shikoni, është ato zgjasin shumë si procedurë dhe thënë kjo nuk është se unë jam dakord me mënyrën se si funksionon dhe po ju them që shikoni kjo zgjat dhe mos u merrni më. Por duke qenë se është i vetmi institucion që shqyrton dosje nga gjithë Shqipëria dhe koha është pak e gjatë për shqyrtimin e dokumenteve, ndaj edhe në gjithë ato raste kur ne kemi pyetur dhe ju e dini, e kemi trajtuar, e njëjta përgjigje është marrë gjithmonë nga institucioni kryesor që thjesht duhet presin dhe nuk ka asnjë lloj problemi në kuptimin e marrjes përgjigjes, sepse sido që kjo e fundit të jetë si pozitive apo negative, në çdo rast përgjigjja vjen, edhe pse pak më me vonesë në kohë, por vjen, është e sigurt kjo, nuk ka asnjë lloj dyshimi. Do thoni po kemi shumë që presim, e di, ky është problemi vetë, por përgjigjja në të gjitha rastet do të mbërri. Okej, jemi në pjesën e dytë, ora 7:42 minuta, në komunikim të drejtë për drejtë me ju, prej orës 7:20, si çdo ditë nga hëna në të premte, 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Okej, lajmi mirë ky, se më shkruan dikush që isha në po mos e përmend tani edhe na jepni informacion dhe pastaj thon mos e mirë emrin, po edhe zonën pak, nëse nuk blen atëherë si duke do jetë i pavërtet. Sepse në rast se doni të jepni informacion të përgjithshëm për mënyrën si funksionon një, po themi, procedurë për kace që ndoshta bëhet për herë të parë në Shqipëri, është mirë që të na tregoni të vërtetën, sepse më mirë se sa ju që e merrni drejt për drejt shërbimi s'mund ta ndim dhe s'mund ta marrim ne si një informacion të saktë. Kemi telefonat? Ç'ne? Aha. Presim pak, presim në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për këtë mëngjes të sotëm e martë, data 10. Ju bëjmë dije që në 7 ditët e ardhshme, një javë po themi, nuk do të jemi bashkë në emision. Nuk e di se me këtë do jeni, por nuk do të jeni me mua. Po, të shohim se pastaj do na thoni pse nuk na tregove. Nuk do jemi për 7 ditë. Besoj që është mjaftueshëm për të rimarrë disa energji të humbura. Urdhë? Po, vetë kuptohet apo jo?
Mirë, ju presim në 068 99 00008 068 60 54 639. Alo. Uleni një zorin televizorit. Mirë mëngjes. Mëngjes, Klode. Urdoni. Si u vret mirë? Si jeni ju? Dëgjoj, të lutem, kam lexuar në internet, kam dëgjuar televizor se mbaj mend që për këto 65 vjeçarët që kanë një makinë në pronësi do hiqen taksat. Nuk di a ke ndonjë ide, është e vërteta, është fjalë kopja. Si ishte kjo? Se di. Për ta njerëzit që janë mbi 65 vjeç, personat mbi 65 vjeç nuk paguajnë taksat e makinës kur e kanë emër të tyre. Nuk e di, një moment. Atëra. Jo, edhe thash se nuk e kam dëgjuar. Jo, nuk është. Nuk është ashtu, zë. Nuk është, a? Jo. Nuk është ashtu, ka përjashtime për disa taksa, por nuk ka lidhje me pyetjen që bot ju, nuk ka lidhje. Unë kam lexuar në internet, prandaj po them, po nejse. Jo, po. Ma jep atë që ke lexuar edhe të jo e dashur, nuk ka përjashtim për taksat e automjeteve. Janë disa përjashtime të tjera që janë për pronën, për gjëra të tjera për cilat duhet bëni kërkesë në njësinë administrative apo në bashkinë ku keni gjendjen civile, por për makinat jo. Dakor? Faleminderit. Faleminderit juve. Në ditë të mbar. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Do më fal. Alo. Me Klodi do më fal. Urdhroni. Ju ja pas si Klodi, a Klodi jeti si Klodi. Po mi mbyllë pasaj telefonin. Po mi po akum roll, ha. Po jam Klodi më. Po pse e mbyllë? Sa shpejt dëgjoni kur do të thonë, nëse unë them uni zërin e televizorit, tek e 10 edhe mundet ta uni, ndërsa tani që po bëja thjesht një shaka. Nëse. Na merr sërish, a? Jo, okay, mendova se ishte në linjë. S'ka problem. Presim në 068 60 54 639. Në 068 99 00008. Okej. Po jo, është me aplikim. Shkruaj një zonjë për kam dalë në pension thot në muaj mars dhe nuk kisha, shikoni. Janë disa kompensime të cilat janë në mënyrë automatike pas ndaljes në pension, këto kompensimet e vogla. Ndërsa për çështjen e energjisë elektrike është një drejtë që përfitohet duke aplikuar, kështu që mos e prisni që ajo të jetë e përfshirë automatikisht vetëm për faktin që dilni në pension. Jo, sepse duhen plotësuar disa kushte dhe duhet të aplikoni në fillim në mënyrë që të shihet pastaj nëse jeni pjesë e kategorisë përfituese apo jo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhro. Rini. Mirë. Jam një pensionist. Po. Ma përpara, si kom pas mosh ato vite të korporative, si kom pas gjetë edhe nuk kom dalë në pension. Ka 2 vjet si kom dalë si morë në pension, po vite korporative më ashtu, bona një ati herë që ishte dhe ato sminësire se ditë e në im që nuk ka punu në korporative, nuk ekzisto. Sa vjeç jeni ju? Më janë 67. Pra ke dalë në pension? Kam dalë, ka 2 vjet që kam dalë, po nuk i plotësoj se 15 vite, për shembull se i kishe 15, 16, 17 vjet i kishe në kooperativë, kështu që kooperativa një fjalë thotë nuk ekziston ki në ku nga flisim, ku banoni? Kom aplikuar të si. Po, si e ke bërë aplikimin tani? Aplikimin e kam bërë, mi thëllë më si mas ligji që ka dalë si... Po, shumë mirë, çfarë ju tha? Dokumentet i kam shumë përveç kopi, po do të pyes sa më njëfen apo se më njëve këto 2 vjet që si kam morë për shembull. A e ke dërguar kërkesën te sigurimi shoqëror? Po, e kam kërkuar për kopi. Shumë mirë, do prisni përgjigjen, sa kohë ka kaluar? Po, ka ja 2 javë. Brenda fatit, shkon deri në 21 ditë ajo. Po
Dakor, po dërse me dita, am ta kryjnë to, për shembull, këto vitet që si morë pensionin. Jo, ato vite që nuk i ke marrë jo, po edhe kjo e përfitimi do të mbetet për të parë, sepse ka një lloj problemi për ata që e kanë plotësuar moshën dhe kanë dalë në pension, ëh. Prandaj kjo do shqyrtohet nga sigurimi shoqëror. Por në çdo rast, edhe sikur të llogariten, po themi ato vite që të kanë munguar, shtesa do t'i marrësh nga momenti që ke aplikuar tani, jo që nga 65 vjeç. Po mirë, kjo s'është për fajt timër ti unë... E di, po as për fajt ati që po e shqyrton tani, Faleminderit, po kjo të shërpy. E kuptoj. Shumë mirë. Faleminderit dashur që morët. Shkoj me tjetër telefonues, përshëndetje. Alo, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një dëgjues i rregull nga Vlora. Po Deri Vlora. në orën 9, shkënaqësi e madhe që u dëgjoj juve aty bashkë me. Shumë faleminderit. Unë kam marrë disa herë në telefon për një banesë në Zërnet. Dhe nuk ka burr nëne në kadastër të Vlorës që të kthejnë përgjigje. Aty shpejt para në një muaj, ka marrë në telefon se ka ardhur një përgjigje që kemi vendosje. Edhe më sa të juve që i bëra një letër, ja kam nisur edhe sot e kësaj dite nuk vjen përgjigja. Kur e ke bërë aplikimin? Aplikimin në Vlorë. Kur? Po mbasi ka ardhur kjo përgjigje, që ka mbivendosje, ka 2 muaj mos më. A është me mbivendosje? Po, dëgjoj një sekond. Po, mbivendosje zgjidhet me gjyq dashur. Ore, unë jam dakord, që zgjidhet me gjyq. Jam dakord, po ka dashur mua të më sot me këtë person e ka mund mbivendosje, që ta marr unë atë person. Po mund ta kërkosh to, ndërkohë, por kjo është nuk ka vlerë kjo, se nuk e edhe sikur, dëgjoj pak. Edhe sikur për shembull kadastra thotë që mbivendosje me Klodin, nuk zgjidhet mes dy njerëzve kjo me marrëveshje. Se ti si thua dot atij që shiko. Atëre, dëgjoj pak tani, se kjo mbivendosja nuk është mbivendosja në kuptimin e se s'po di si ta shpjegoj, pra nuk është se ti du t'i thuash atij, unë e kam këtë pronë, po del mbivendosje sikur është e imja dhe e jotja. Mbivendosje është në hartat e kohës dikur dhe që kjo të mos quhet më mbivendosje, por të jetë e pastër jotja, duhet një vendim gjykate. Po dakor. Po. Deri këtu të pandoroj shumë. Po me këtë person do përplasëm i ka për çfarë? Po s'ka lidhje, jo më nderuar. Nuk përplasesh me asnjë person, sepse ti nuk do hedhësh në gjyq personin që është me mbivendosje aty. Atëherë këtë duhet të hedhë në gjyq. Po e di avokati ato i nderuar. Avokati thotë që në bazë të këtij vendimi kadastrën do hedhë në gjyq. Kadastrën? Po. Se s'pun ka individi nuk është se ka pretendime për atë pronë aty. Ai do të ka mbivendosje për 1001 probleme që ka pasur dikur, që rëndësi ka. Dhe unë s'jam dakord që kjo gjë të zgjidhet me gjyq, por duke qenë se është i vetmi instrument që përdoret, duhet e zauruar. Ma kupton? Edhe mbas kësaj, ka vajtur tek një që merret me këto ndërmjetës. Pasi një ndërmjetës në Vlorë, në PSR e Koqie, edhe kam aplikuar atje, kam paguar 55.000 dhe 25.000, jo që, sa është private, 70. E kuptova. Nëse është me mbivendosje, s'ke çfarë i bëni nderuar. Dhe të lutem. Okej, vjen një përgjigje që andea që na dërgoni një dokument, që vërteton për regjistrimin e dëshmisë të trashëgimisë. Vendimi gjykatëse të tëra i kanë atje në dosje. Vetëm roll atje. Nuk takon dot një njeri të kadastrës të Vlorës, e vesh atë një sporter që të t'japi një sqarim. Po. Kam një sqarim më të të. Ajo ministri nga baren këta, se ne nuk kemi mundësi, ne nuk i dim ligjet tjera. Ai sot ligji 2020, ligji 2018, ku i dim ne me ato? Unë jam i moshuar 80 vjeç. Nuk ka mundësi shtetit të vëri një atje të sporteli, që të sqaroj qytetarën. Po ishin sportelit më nderuar, po pastaj thanë që plasën vape, bie shi u tham nga i ftohti, binte Breshër, na vrau Breshëri. Tani u kthyen online, pse u kthyen online, duhet shkojmë dhe njëra atje. E kupton se sa problem është kjo? Kjo si puna sa i hipse të vrava, zbrise më vrava, të vrava. Jo,
e para të kuptoj shumë fali këtë ëngra kohë. Jo, nuk më ngarkosh, edhe një herë, dëgjoj pak i nderuar, shiko, ja u them ju dhe ja u them edhe të tjerëve. Mos e thoni më këtë të kohë sepse kjo është hapësira juaj, ë. Unë thjesht moderoj këtë emision, po kjo është koha juaj këtu. Dakor? Faleminderit shumë. Kështu që s'ka lidhje me asgjë, çdo problem për shqetësim që keni. Dhe kjo çështje e ligjeve dhe e kësaj, okay, mund të qëndroj, por në rastin tuaj konkret, për sa kohë ta kanë sjell një përgjigje, mos hajdeni më nëpër institucione për të bërë dokumente sepse mbi vendosja thash nuk hiqet përveç se me vendim gjykate. Nuk ka si rrugë tjetër deri më sot që të ketë një rrugë alternative, më kupton? Pra mos u mundoni më shumë se e kam për juve, që mos lodheni sot. Jo, të faleminderit shumë. Mbas kësaj përgjigje si ka mbi vendosje, vjen përgjigja tjetër, si ta thash një sa aplikova tek Fyera Koçi atje, këtu në Vlorë kam paguar janë paguar 3 lekë për këtë, që në 2023. Është shërbipa Ashtu, tani të vjen përgjigja tjetër, të le thotë që na dërgoni një dokument. Po çoja pra dokument, a e ke dërguar? Për regjistrimin e dëshmisë të argjëmisë, është vendim i gjykatës për vendosje. Që i ndjeri ka se banesa është në emër të bashortit dhe me vendim gjykate i ka kaluar bashortës dhe fëmijëve. Unë se kuptoj, nuk e kuptoj. Se çfarë bëhet në këtë kadastër. Ora unë nuk dua asnjë centimetër tokë jashtë ligjeve. Asnjë centimetër se shtëpia është e rënuar. Atje rron një plak 95 vjeçe. E kuptova. Dhe ajo ikë pranë për të tjerë. E qartë. Mirë, të përshëndes dhe faleminderit shumë për telefonatën. Kemi kohë për tjetër? Edhe ju më shumë faleminderit. Po. Alo, mi mandani. Telefonata për reklama. Reklama. Themi pas pak. Në studio në pjesën e 3 programit, ora 8 fiks, vijon komunikimi me ju, presim telefonat. Alo, përshëndetje. Urdhëro? Përshëndetje nga Vlora. Përshëndetje Vlora. Kam një hall të madhun, jo unë po thoj se gjysmë e Vlorës. Kemi pi kuj, kemi 2 javë pa ujë. Si ka mundësi më burrë dhe, si ka mundësi. Ne gjithë që kalojmë aty ndonjëherë mbushim ujë në Vlorë se derdhet. Ku mbush të rapi, vetëm atje ka. Atje pra, po si ka mundësi atje ka pambarim ndërkohë. Ja, të thëlloj, ka vajtëm mbi 3-4 herë duke akore, asgjë nuk ka zgjidhur. Po si bëhet? Janë situacion, jo ka avari. Është më shumë nga gjysmë e Vlorës pa ujë, nuk na vin pikë ujë dhe bolire kam në tokë. Të mërshme. Ju dhe ai bësë vdiqëm në thanë se e i pesku që i eq ujë. E kuptova. Po shiko, kjo ndodh tani në sezonin veror apo jo? Mos është shumë le të themi. Po jo, të keqe vllai se sezonin veror kemi kaluar në çdo radhë, po si këtë radhë që po na i bëjnë këta akordjon, nuk e di. Nuk kam fjalë të flas, kemi gati 2 javë. Bolere kam 1 mello mbi tokë, mos vi ujë mua, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Ja, këtë radhë po tallen me neve, nuk e di se kush tallen. Në cilën zonë banoni ju? Ja, mu këtu dhe i qytetit, Laja Lirim. Në fabrikët tova, më hyri e qytetit. E di. Njërë më para në solet, e solja pa ujë, edhe solja, po e kemi përcjell para disa ditësh atë atje. Po me turisi është Vlora, mo? Edhe di vajta unë të konati, që është ajo zyre ankesës. Mirë, falenderit. Një përgjigje nuk mora realitet. E kuptova. Mirë se do pyesim edhe ne, faleminderit shumë. Me turistët si është Vlora, se s'më the? Me turistët nuk më i tesoj fare të se mua më i teson të vej ujë këtu në shpinë time, pa turistët i mere Edi Rama, si marë asuna, s'ku së Vlorë. Më falë që të pyeta. Jo, s'ka problem, mi bërë një pyeta, më vure para përgjësisë. Turistët ka punë të tyre, po në thanë për ujë, të keqen u lajtë që. E di që është vështirë, nuk rrihet pa ujë. Në ndimo se kam shpresa të tyja se je njëri i veçan që i zgjithë të gjëra. Çfarë thot zonja? Zonja thot, amano Klodi na bëj dërmase, vë thamë pik në ujtë. Turistat kanë ujtë, thot zonja, anë e pia ndera Lugomarja, neve vë thamë si pesku që i e ujtë. E di e marrë me mend. Ju falenderoj, përshëndes të dyve. Faleminderit dhe ju, qofsh mirë, zoti të dhënë jetë. Gjithë të mira dhe juve. Presim tjetër telefonues, alo? Shlarguar. Nuk na ka pritur. Okej, do presim ne në 068 60 54 639 068 99 00008. Alo? Alo?
Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi? Po. Uleni zërin e televizorit, ju lutem, ha? Po. Më thuaj. Po, Klodi? Urdhëro. Jam nga papër e Elbasanit. Kam dalë në pension në 90-ën. Dhe kam punuar 36 vjet mik veteriner. Në 90-ën, 36 vjet veteriner. Pastaj kam punuar 12 vjet në takim taksën në komunë. Pas 90-ës apo para 90-ës? Ka dalë një pension 202.000 lek, ose 22.000 lek. Edhe nuk më qujt, sepse në kohën e ata doli vendimi që në mos një vet tjetër si punë, se kam punuar me rrogën 8.500 lek ose 850.000 lek, edhe mos një vet pension, kjo, po një vet tjetërsia. Po ka që ligji vjetër atëherë. A është abrëguar? Shiko, i ndashur, shiko si funksionon. Nëse dikush del në pension me një ligj aktual në moshën kur ai është, për shembull, po të marr një detaj për ta kuptuar. Po. Mënyra se si dilin pension pensionistët përpara vitit 2014 me ligjin e vjetër ndryshon nga mënyra se si dilin pas 2014-s. Nëse në 2014 kishte një tavan, dhe nuk përfitoje për më shumë në rast se do kishte më shumë vite, në 2014 u hoqi dhe kur u hoq nuk është se përfituan dhe këta që dolën pension me ligjin e vjetër. Pra çdo ligj që miratohet i ri nuk ka fuqi prapa vepruese për të rregulluar problemet që ka pasur ligji i vjetër. Më kupton? Dhe pyetja nuk ka, as i ligj nuk e ka këtë qëllim. Jo, se unë sistemi monis kam punu 36 vjet në mjek veteriner, i lartë. E di, e kuptova. Por që nuk ka, ligjet kur ndryshojnë ose kur bëhen dhe miratohen të reja, nuk kanë fuqi prapa vepruese për të rregulluar një problem që ka pasur dikur. Ai vlen për ata që e përfitojnë nga ai vit dhe këtej. Por jo për ata që kanë dalë me ligj të vjetër, si ju. Shumë Klodi. Asgjë të lutem. Për shëndetin gjithë mirë dhe kaloftë. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Po pse e mbyllë? Nëse, presim tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si kaloni mirë? Mirë si e? Po mirë. Ju uroj kombëtarët fitore sot. Forca. Po, ashtu duam të gjithë që sot të fitojmë. Unë të uroj shëndet e një ditë të mbarë të më kesh. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Gjithë dhe mira. Faleminderit për telefonatën. Presim tjetër në këtë pjesë të tretë. Po. Këndshëm është. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Doja të thoja, ndihma jonë ekonomike u nda që ditën e enjte, e premte dhe ne ditë e hanë, mezi ka marrë Klodi që në 8 deri 11, një shtym, një fjalor, që nuk është, kjo punë gjithmonë e kam thënë, është gjuna ne këtu të ish fabrika Orizit, dhe sallata, të vemi të posta nëmër 4 të plazhi i vjetër, të vemi me hallit tonë që kemi dhe të vemi dhe ka njërësia dhe më largë gjuna nga Zoti dhe mos t'i marrësh u mbaruan lekët. Nuk e di ne këtë punë kemi gjithmonë Klodi të na vej halli, mishëri nuk na e shtojnë, një ushqim nuk na japin, në përqytet e tjera japin. Se ne kemi sa lek është ajo ndihma? 20.000 lek marrën në Klodi kërë familjare dhe ato që ditë vetëm të osheja. Ja shqyr kam debitoren dhe në shtatore mbaroj, që kone luftës do vë një darkë. Edhe nuk na dalin në Klodi. 20.000 lek. Edhe vajza ime me 300.000 lek, qëra jep, ilaçe. Më pak se 1.500 lek në ditë. Nuk e dim si do na vej halli. Ai fjalor ajo shtyma, ajo vapa, ato halli tona. Kështu do bëjmë gjithë jetën e? Nuk e di. E pika e dytë është për ujin. Ne në darkë në mëngjes na vin 1 orë Klodi. Ku tani se s'di ku ta marr këtë denoncim tënd? Ku? Në 6 në 7. Po për ku e ke? Për në Lushnjë apo për në Vlorë tani? Unë jam të tek Vlora, ajo në bukur. Okej. Te ejtë kur ti ke në Lushnjë, do të themi ja, po telefonoj nga Lushnjë. Prandaj thash pra ku se ma bën një vjeç do iki. Kur bën një vjeç? Te ejten. Ai bën mirë, s'bojnë uri. Ronda i në drek. Ne i bëjmë të bukura të mëdha, jo diklinde Klodi, i bëjmë ande nga Alikali Divjak. Se ne ande i kemi. Në Divjak?
Në Divjak tani kali, apo zombi dhe një Mos ta bëj reklam falas tani, po në Divjak me ato mushkonja si bëhet aty në Divjak apo s'keni problemi? Jo, se ky fare problemi. Ashtu ë? Në vend i qetë, vend i mirë, hapësirë, ne kënaqemi. Po, e kuptova. Mirë. Ço Klodi? Shna ngele Robert Lotri, ço Klodi një orë s'mund të lajnë as për sesat. Çfarë mund të bëj? Një orë. Dojlem sot, dojlem nesër mëngjes. E ç'na gjeti. Pu. Të na e vjen si na e vurën atëre drita 24 orë do jemi më mirë. Tani këto nuse të reja nuk lajnë as me dorë. Nuk e di, më them për veten time. Nuse, shkëre presim tonë, që e Brezionë është i fort akoma. Po që i fort, 62 vjeçe. Të ishte i fort, si leje roba të lavatrice. Mëridora këma dhe pjanë, 60 vjeçe. Tek, që një nak. O, të shtë nga gjeti. Falenderoj shumë për telefonat. Ha? Na ka forcuar Balta Mizdeqes brezin tonë. Se çfarë ka të veçantë ajo Balta Mizdeqes? Do me thënë që të punosh që 10 vjetë që kalitesht. Thonë të bami mra me të ketë lumaj që ka punë në gjak. Lumaj që ka punë në gjak, së shjeta. është me të dhënë, së është me të thënë. Fjalët të mëdhenjve janë shumë të mira, po kush javë? Kush janë të mira? Fjalët të mëdhenjve të kohës që mati. Aha, pa bise, jo të gjitha i kam pasur të mira tani. Jo. Pra, kam pasur edhe ca gabime. Varet. Bëj shaka. Klodi nga familje. Faleminderit shumë që more, të uroj shëndet. Faleminderit Klodi, të kemi Flori, të 80 minuta ora shkojmë telefonat tjetër në 068 60 54 639 në 068 99 008 në këtë 80 minuta për takimin e kësaj të martët, datës 10 qershor. Kemi mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Unë jem një teleshikues i rregullt të emisionit tuaj, edhe kam një shqetësim. Unë kam profesionin shofer. Kam aplikuar të kjo për kartën taografit digital. Po? Qysh me datën 14 të maj. Ajo ka fatin 10 ditë, edhe duhet ta marrë. Ne tash nuk i vetëm unë, jemi disa shofera që ne rrezikojmë vendin e punës për arsye se ne për 10 ditë është afati, tash po bëhet muaj dhe ne s'kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Shkojmë pyesim, na thot nuk kanë ardhur. Nuk kanë ardhur akoma se këto u bë kanë në Zvicër. Tash ne s'dim shkoke. Çfarë është kjo se do pyes unë në drejtori? Ajo është karta digitale e taografit për taograf digital. Dhe çfarë i thonë në institucion? Në institucion thonë presim kur të na vi. Ajo tash afati duhet të jetë për 10 ditë. Ne ka ardhur muaj, ne rrezikojmë vendin e punës, shkojmë dot në punë, sepse mjetët që punojmë ne jenë me kartë digjitale, nuk jenë kështu me letër. Edhe kemi ngel ke shpeja sepse mjetët i kemi të tilla që duhet me patjetër karta. Atje s'japin asnjë lloj informacioni kur vijnë të paktën me ditë, për sa duhet me prejtë. Sa kohë e merrni ju këtë? Sa herë? Urdhro? Sa herë e merrni ju këtë kartën? Po kjo ka një afat, nëse ta përcaktojmë vetë ato, kur duhet me ri për 3, prapë më duket se për 5 vjet është. Jenë 5 vjet. E ka afatin e skadencës karta kur ta japin ato. Se si dhe bësë, se di ne kemi ngejt në shpej, ke puna, ato bile thonë ne të zëvezojmë, thotë sepse s'presim të e sa gjithë ditën, gjithë shofer tjetër që ka kartën. Juve nga Flisni? Nga Tirana. Nga Tirana. Më përpara kishte ndodhur apo nuk është se kishit bërë ndonjëherë këtë aplikim për së dyti? Jo, unë për herë të parë bëra se përpara kam punuar unë me autobus kështu me taograf të vjetër, sepse këto taografat mbi 2006 janë këto që duhet jenë taografët mjetët e reja që kanë taograf digital. Sa kohë ka kaluar nga momenti aplikimit dhe njëherë? Po bëhet muaj, me datë 14 bëhet muaj. Gati një muaj. Edhe asnjë lloj përgjigjes s'po marrin. Paktën ta di kur vinë, që ti thejmë edhe aty në shefave të miu ke puna, që filan ditore dhe vinë, edhe shkëpun rreke shpeja, shko ke puna së pranës, sepse duhet ta kesh kartën me vete. Rrek këtu ke shpeja ta shep pret kur ta thon, ato s'je përgjigje kërkues. Shiko, unë po komunikoj nga institucioni tani,
Ndoshta marrim një përgjigje edhe gjatë emisionit, kështu që nëse s'ke diçka tjetër për të bërë, mundohet na ndjekësh që të Dakor? Faleminderit për telefonatën. Do të shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Si ke gvaj. Po, urdhon. A jemi, të kam boj kërkesh për i karroq. Ka një 2 javë, 3 javë. E di ndëruar, për pak. Më patë thonë se na ka përgjigj një për i vlëri. Po, pra, ishte larga edhe nuk e sillte dot. E di vetë, nomin da kam dhënë. Po. E di. Veç kof, më troj djali. Faleminderit shumë për telefonatën. Okej, jemi në pjesën e tretë, ora 8:14 minuta. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodin. Përshëndetje. Urdhroni. Klod, po, u të pyeta për certifikatën, i ka di atje, s'ka dalë gjë më burra, ke ngatruar me njëri tjetër, si ja kjo punë. Cili? Kadriu pra, të mora dje. Mua më ka thënë keni Albania Kadri, ku pyete? Po shkova ke këto, që thonë këto si pagova 3.600 lekë dhe nuk e ke, thot. Po më çfarë të bëj unë, ke paguar, okay, e kisha hapur vetë Kadri, pse ma kujton mua pagesën? Jo, nuk është problem, sa shumë pa atje. Ke kancelaria që i thonë ato, thot jo, nuk ka dalë. Po do ketë para i gabi pastaj. I ketë dhëna di Albania sa e hapun nga këtu. Po i kam numin. Okej, do të marrun pas emisionit. Arrosh, këti i kam shpresat e valla e ma prunë më të unë. Shkova ke noterja, ajo, i thash, që si dhe shumë, jo, për s'ke punë me gazetojt, rrë ke gazetojt dhe gjenë, këti të shumë, ke mërë lekt kotë, bënë Allah, ke mërë lekt kotë, tash, unë jam me rejullit të gjohë. Po jo, më inderuar, po mos i binin qaf njëzve kotë, burite, dhe gjo pak. Jo, si është në qaf. Ja të të shpegoj. Po qëfaj ka noteri se së të delë ty certifikata? Noteri, është institucioni. Po më shumë me gazetarët, ati më nëzeni mu. Po të ajo dakord është pjesë tjetër, po nuk e ka fajin as noteri, as ai që aplikon që certifikata nuk të delë. Nuk e ka fajin noteri. Për këtë e zonë, se gazetarët për atë punë i kemi në. Kjo pjesë dakord, por nëse mos i kërkoni llogari noteri pse s'ka dalë certifikata, se noteri. Jo, nuk i kërkova llogari, pa ajo filloi të bërtit do kse dal mua tash orë unë fola me gazetarë. Është gjë tjetër ajo, pastaj nuk i futem kësaj pjese. Do të marr në telefon pas emisionit, dakor? Rrofsh, Klod. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Klodi mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Klodi, ina di pensionista nuk paguajmë taksa sipas ligjit. Dhe edhe ata si edhe për makinë, me lesë makinës s'kam, po a hinë fuqi dhe këto kamat vonesat e dritave në këto taksa s'hinë. Për pensionistë, për shembull. Për faljen? Jo, ndëruar, për dritat dhe ujnë jo të prapambetura. Nuk ka një falje të tillë. Pati disa përpara disa kohësh. Jo, kamat vonesën me këto. Jo, as kamat vonesa. Pati një fushat përpara disa kohëve për ta falur këtë, po. Kush përfitoi. Të tjerët pasaj që nuk aplikuan, do paguajnë si asgjë, të lutem. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Okej. Presin të tjerë, jemi në fundin e pjesës 3 të programit. Ora 8:17 minuta, si për herë, Ora News Radio dhe në live stream oranews.tv. Për të ndjekur dhe para të zhvillimet kryesore të ditës. 068 60 54 639 068 99 00008 janë numrat e kontaktit. Si zakonisht se kuptoj. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhroni. Desha të bëj një pyetje. Po. Këto për ne pensionistët çfarë ka ndonjë lehtësim për taksat? Shiko, çdo pretendim për lehtësim apo heqje përjashtim nga taksat si pensionist, duhet i drejtoni njësisë administrative me kërkesën e nderuar. Me kërkesë? Po, me letër me shkrim. Ose ja çon dorazi ose përmes postës pastaj. Po ne për shembull jam tek pull, unë gruaja s'ka dalë pension, përfitoj gjë? S'ka problem fare, mund ta bësh, nuk përjashtohesh nga kërkesa. Se nuk kushton asgjë ajo. Do thjesht do shkruash në. Shumë faleminderit nderuar. Ndjes, faleminderit dhe juve për telefonatën, por kështu funksionon. Duke e kërkuar. Më vjen mesazh, por nuk është në kompetencën tonë, kështu që për sa i përket seancave gjyqësore, meqense thua po të ndjek, nëse gjykata ka vendosur që bëhet me çfarëdo lloj çështje tjetër,
Nëse ka vendosur që duhet bërë me dyert të mbyllura, s'ka lidhje fare. Përjashtohet çdo person ose po themi çdo palë që nuk është pjesë e këtij procesi për të futur dhe për ta ndjekur. Prandaj quhet me dyert mbyllura që nuk lejohet njëri në seancë, nuk e di, për shkak specifikave që ndoshta mund të ketë, por është institucioni që ka vendosur dhe pavarësisht çfarë do lloj përpjekje apo kërkese nga ana e palëve, në momentin që vendoset kështu nga gjykata, jo bëhet me dyert të mbyllura dhe nuk ndryshon. 8:19 ora, 068 60 54 69 dhe 068 99 00008 janë numrat e telefonit, si gjithmonë në të djathtë ekraneve tuaja, edhe për këto minuta të pjesës së tretë deri në orën 8:50 minuta. E kemi thënë, ka hyrë në fuqi. Po, është tjetër gjë zbatimi, nuk e di se si funksionon, megjithatë rëndësika që nuk kam më nevojë për miratime apo votime në për parlamentet respektive dhe ajo është në funksion, që besoj mund të jetë në një çështje ose një formë për të marrë pak më shumë kohë, për të ditur dhe metodologjinë apo mënyrën, formën se si aplikohet apo se si do të procedohet nga ana e përfaqësuesve të institucionit. Por sepse ditët e fundit na kanë shkruar disa që është nevoja për të shkuar në Itali për ta bërë këtë kërkesë apo aplikim për të përfituar mbi vitet që janë atje, përgjigjja është jo, secilin drejtoritë përkatëse rajonale, kudo që vjeni, nga Shkodra, nga Saranda, nga Tropoja, nga Vlora, nga Tirana, Elbasani, nëse keni një periudhë kohore të punësimit tuaj në Itali, e bëni kërkesën nga drejtoritë rajonale në zonën ku banoni, pa që nevoja për të shkuar fizikisht atje, por bëhet tu dhe institucionet, pastaj dy drejtoritë paralele komunikojnë me njëra tjetrën për të rakorduar dhe për të bërë të mundur përputhjen e aplikimit këtu me të dhënat që disponohen në institucionet e sigurimeve shoqërore në Itali dhe pastaj del mënyra se si funksionon, përfiton apo dhe nuk përfiton, se mund të ketë raste të tilla që për arsye të ndryshme specifikave që ka nuk është pjesë e kategorive. Por që e rëndësishme është aplikimi bëhet këtu dhe s'keni nevojë për të shkuar atje, sikundër edhe ata që kanë vite në Shqipëri dhe jetojnë në Itali dhe kanë pamundur që të vinë në Shqipëri për një kohë të gjatë për arsyet apo punët e tyre, aplikimi bëhet edhe për ta në drejtoritë e sigurimeve shoqërore në shtetin fqinj. Okej, ora është 8:21 minuta, jemi në fundin e pjesës së tretë të programit, si çdo ditë në 068 99 00008 dhe 068 60 54 639 për në për pjesë e programit dhe për këto minutat fundit pjesës tretë dhe një pjesë tjetër më pas. Alo. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Urdhëro. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Po, patjetër. Jodi. Po. Kemi folur bashkë para ca ditësh nga Lushnja, ju shqetësoj, ai ish polici burgut Rogozhinës. Po. Për atë problemin e asaj humbjes ose vjedhjes, më mirë me thënë, se humbja është kështu e emër, po që më është bërë për kontributet e mia. Nuk e di nëse kujtohet. Me emër? Edison Enver Toska. Nga Lushnja. Po, e di, e mbaj mend, kam dërguar kërkesë të ISSH-ja për ju, unë i nderuar. Edhe për 2 javë na vjen përgjigje, kështu që është brenda fatit ajo. Më kupton? Ke dërguar kërkesë ke ISSH-ja në qendrën Tiranë apo në Fier? Te përgjithshmja. Te përgjithshmja. Patjetër. Edhe sapo të ketë inshallah të vjen ata fal, se jo përgjigje vjen. Më kupton, po shpresoj që të vi pozitive, se përgjigje në çdo rast vjen, kurse është ky problemi. Më kupton? Po besoj se do kenë mundësi ata që ta gjejnë këtë periudhën që më mungon mua, kështu që me rruga më saktë, di vetë si e ndërton atë punën tënde, po rruga më saktë do ishte një interesim nga ata horrat e drejtorisë përgjithshme të burgjeve në Tiranë, se aty është qendra e horrave. E kuptova ndërruar, unë nuk njoh asnjë horr që t'i drejtohem, kështu që më lër t'i drejtojmë institucionit.
Miri dashur. Dakor. Falenderoj shumë. Të bezdis edhe nuk bezdisem asnjëherë, sa herë që ju të Okej. Falenderoj shumë edhe ju për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Presim për tjetër 068 99 00008 068 60 54 639 824. O zot, si ka mundësi domethënë. Kemi kohë për telefonat tjetër deri? Okay, në rregull. Se pasi bëhet e gjithë personi në fjalë, gjithë xhiron e mëngjesit, pastaj vjen këtu dhe po nejse, s'ka problem. 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 në këtë pjesë të tretë programit për takimin e sotëm. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Alo. Urdhroni. Klodi? Klodi jam. Përshëndosh. Përshëndes edhe unë. Unë jam një invalidi. Se dëgjova një ato për dokumente makine për gjë këto taksat. Duhet bëj kërkesën për shembull? Jo, por nuk ka, shiko, kjo çështja e invalidëve për taksat dhe për këto është tjetër gjë, ndërsa zonja që parë kishte për pensionistët 65 vjeç, ose më saktë për 65 vjeçarët. Ndërsa për invalidët janë përcaktuar ato heqja e taksave. Po pikërisht për këtë pyetëm, do të thotë kërkojnë ashtu ata sa ne kemi me letë, unë jam invalid ditë. Unë jam 72 vjeç. Po cila është pyetja, për çfarë po interesoni? Jo, me që dëgjova një... Jo, zonja tha, a hiqen taksat e makinave për 65 vjeçarët, s'kishte lidhje invalid apo jo? Po juve, për çfarë interesoheni? Jo, mase doni t'i bëjë unë kërkesash, jo për një. Po kujt më? Po atje drejtorisë rajonale, që janë ata? Po për çfarë o nderuar? Po ja për mesat e unë nuk paguaj taksa, se jam invalid. Po çfarë kërkese do bësh pastaj nëse s'paguan taksa, që të paguash? Jo, të paguaj, jo. Po ti thua s'paguaj, edhe atë bëj kërkesë. Nëse s'paguan, çfarë kërkese do bësh? Që të paguash? Jo. Po çfarë bra? Për të qenë emri atje them. Ku më? Atje që del në sistem. Po nderuar, a paguan taksa për makinën si invalid? Jo. Çfarë po kërkoni atë? Hiç, lërë. Të kuptoj. Dëgjoj pak. Zonja pak më përpara tha që kam lexuar në internet që 65 vjeçarët, pavarësisht invalid apo jo, e kishte vetëm për mbi 65 vjeçarët përjashtohen nga taksat e makinës. Por jo, nuk është e vërtetë. Ndërsa ju, pjesa e invalidëve ka përjashtime nga taksat për automjetet. Dhe që ti e përfiton, se di çfarë aplikimi do bësh tani. Shiko, dëgjoj. Jo, ti bëj aplikim kështu. Kam edhe një llaf tjetër. Aha. Më thuaj, vetëm shpejt. Unë kisha një makinë tjetër, por në janar unë dorëzova targa se doli jashtë përdorimit. Po me gjithë letrat që nuk pagova taksat. Tash ti u mori makinë tjetër. Edhe më thanë që tash ti korrike për të paguar taksat. Tash po unë jam invalid tash. E ke paguar për këtë vit njësa. A për këtë do më duhet të informojmë, dakord? Dhe të kthej përgjigjen ditët e ardhshme. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit e ty, ne kalojmë publicitet dhe vim pas pak në 20 minutat e fundit, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e 4 të fundit të programit, ora 8:31 minuta, në këto pak se 20 minuta kohë televizive deri në përfundim të emisionit edhe për ditën e sotme në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për gjithë ju që doni na bashkoni edhe për këto minuta të fundit të emisionit për ditën e sotme për ta përmbyllur në orën 8:50 minuta, jemi drejt për drejt në Ora News, Radio 96.7 dhe në live stream në oranews.tv për gjithë ju që doni të
na ndiqnin si në emisionet në mëngjes, por emisionet pas dite edhe në mbrëmje, por po ashtu edhe në edicionet informative të përditësuara orë pas ore me çdo lajm apo ngjarje kudo që ju vendodheni. Ju presim edhe për këto minuta, siç thash, në 068 60 54 639 068 99 00008. Sukses edhe maturantëve sot, meqense kemi këtë lajm në minutës së fundit. Kështu që dhe maturantët dhe kombëtarës. Po, bukur. Në një ditë të dy. Kemi telefon në linjë? Akoma. Okej, presim pak çaste. Në këtë pjesë të fundit, ora 8:32 minuta për gjithë ju që do të na bashkoni dhe bëni pjesë. Nëse më dëgjon personi për ku jemi? Për patentën e teografit, nëse më dëgjon, na telefono sërish për të më dhënë emrin dhe mbiemrin, sepse na e kërkuan nga drejtoria për ta verifikuar rastin tënd, por pse jo edhe raste të tjera që nëse ka ndonjë problem, të përpiqemi ta përcjellim. Kështu që nëse më dëgjon edhe një herë, të lutem, na telefono për të lënë emrin. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhra. Me Klodin duan të flas. Klodi, ja. Urdhro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule zërin televizorit nëse ke të lartë se po flet me ngadalë. Më fal. S'ka gjë, nuk ka gjë, jo. Nga Tirana flas. Po. A vjen gjë u bën në 20 tetor të 2024. 10.000 leka, me shbër 17.000. Ta në që më falë. Vajta atje e kënë sistem, tha. Po? Si i bet? Si i bët? Kur e ke marrë gjobën? Në 20 tetor të 2024. Edhe? Edhe ta shi të gjojnë më këto në televizorët që thonë që u falë gjobat. Jo, s'jam falur këto gjoba. Nuk ka falë për gjobat e makinave? Jo, këto lloj gjobash jo i tash. Ajo aq do rri, nuk shtohet më kamat vonesa, sepse ka një përqindje të caktuar ajo, që nuk mund shkojë. Po mirë, unë jam i detyruar ta paguaj. Po, gjoba po, patjetër. Po dihet ajo. Po, duhet paguar. Në rregull, Klod, faleminderit shumë. Urime për emisionin. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Sepse edhe aty te kjo që është miratuar ka një problem, por që do t'ja u shpjegojmë një ditë më me detaje, se edhe mënyra e interpretimit apo leximit është paksa jo dhe shumë e saktë. Dhe ja çfarë thuhet, cilat gjoba përfshihen. Pra janë gjoba dhe masat administrative që kanë mbetur të papaguara nga qytetarët dhe bizneset në dekadën e fundit. Janë disa të tjera që përfshin ndërtimet pa leje ose ndërhyrje në kohën e Covidit, por jo të gjitha. Ajo që mbetet, po themi gjithmonë, mendoj unë, gjithmonë nga momenti i para 2 viteve deri sot, është ajo e pagesës së energjisë elektrike, faturat e dikushme të prapambetura, përfshirë dhe me kamat vonesat. Për to nuk ka një ligj të veçantë. As ky ligji që është miratuar vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, në muajin maj, nuk e përfshin këtë falje, këtë amnisti. Për ata të cilët kanë detyrime dhe marrëveshje për të bërë pagesën te OSHE-ja, operatori shpërndarjes së energjisë elektrike, duhet ta paguajnë ato sipas marrëveshjes që kanë bërë me operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike përmes kosteve, nuk e di unë se në ç'vlerë varet nga debia apo kamat vonesa që kanë pasur ndër vite. Kështu që kjo nuk përjashtohet për të paguar. 8:36 ora, jemi në më pak se 15 minutat e fundit e emisionit për sot, në 068 99
008 068 60 54 639. Okej, sa po të marrë konfirmimin për ta thënë një përgjigje, do e themi. Dies, ju presim në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 në këto minutat fundit e emisionit për ditën e sotme e martë, data 10 qershor, për përfundimin edhe të takimit për ditën e sotme. Okej, mirë. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Si keni një? Si jeni ju? Jam një qytetare nga Shkodra. Ule zërin televizorit, të lutem. Alo. Uleni zërin televizorit dhe më dëgjoni vetëm nga telefoni. Kam ullë zonën krejt, nuk kam televizor. Flisni tani e dash. Një gjë, kam mush 61 vjeç me 15 prill. Të shkur më ndalun në pension. 61 e 8 muaj. Edhe njërë, në prill sa keni bërë? Me 15 prill kam bërë 61. Të këtij viti? Këtij vit me qali kam mush 61, me 15 prill. Jo, ju dini 62 vjeç. Ajo 61 8 muaj? Jo, është 61 10 muaj, po duke qenë se plus 10 muaj kalon viti tjetër. Aha. Futen edhe 2 dhe dini 62 fiks. Pra në prill të vitit 2026. 6. Po. Pa, vitet e punës sa janë? 38? Minimumi 15 dhe maksimumi diku te 38 e disa muaj. Maksimumi me fjalë. Gati 39. Pa, faleminderit shumë. Më kupton, faleminderit edhe juve. Pashim. Mirë dëgjofshim, faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë me tjetër, ule radion, televizorin, çfarë ke, të lutem. Sana. Po urdhoni. Urdhoni. Një mëngjes një ditë mbarë. Mirë mëngjes, faleminderit edhe juve. Më ke thënë që do të dërgoj, por për merë haku mund të marrëm telefon së mëngjes për punë se certifikatës së shtëpisë. Cili jeni, se unë nga zëri s'u mbaj mend. Jam Arina Sedita, 522. 522. Jo, nuk e kemi përgjigje akoma i nderuar. Më ke shkruar para disa ditësh? Jo, para 2 javësh shkruaj. Sa po të kem përgjigje do të kontaktoj unë, po ta lë edhe një mesazh aty, dakor? Unë të marr prapë telefon apo? Jo, unë në momentin që do kem përgjigje do t'ju marr unë, po ju s'do thotë që s'mund merrni sa herë të doni, nuk ka asnjë problemi. Jo, unë do të marr, të them një mëngjes. Si të doni ju. Faleminderit shumë, e vlerësoj edhe këtë. Gjithë mirë, qofsh mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes e dashur. Përveç se faturave të elektrikut, po të faturave të ujit, janë falur? Jo e dashur, asnjë nga këto. Faleminderit. Jo, faleminderit edhe ju. Keni shumë? Kam i çik thuaj. Jo, zë, nuk janë falur. Janë detyrime që her pas here ka pasur ndonjë amnisti në kuptimin nëse paguaje një shumë të caktuar një herësh hiqej detyrimi për të paguar të tërën, por gjithsesi aktualisht nuk ka një tillë. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, zonjë. Në falë, ula. Mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes. Po desha pyesja për ato të persekutuarit. Për lekët e këstit 4. Kësti 4 është duke u shpërndarë, dash. Ne jam duke shku atje, ka marrë një 2-3 herë ka marrë. Mund të merrni shumë herë dashur, por kësti 4 është duke u shpërndarë dhe thjesht duhet prisni radhën. Në radhën, me emra janë apo çu? Me emra, siç ke marrë të parin, të dytin, të tretin, ëh. Po. Do ta merrni edhe të 4-in. Shiko, për mendimin tim ky proces duhet kishte mbaruar, por po. Gjithsesi në këto kushte jemi dhe është duke u shpërndarë aktualisht i 4-ti. Rrofsh. Të lutem, zë. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Edhe pse thash duhet të
madje kishte përfunduar fill pas viteve 90 kur vendos që do të kishte një lloj politike të tillë shpërblimi për ata që kanë vuajtur, qoftë drejt për drejt, por qoftë edhe në mënyrë të tërthort nga prindrit, nga brezi tjetër dhe kështu me radhë. Gjithsesi, një proces që gjithmonë ngadalë ka vjuar dhe ka ecur, por megjithatë rëndësi ka që të merret ai dhe më shpërblim edhe pse kaq shumë i shtrirë në kohë. Okej. Ora 8:42 minuta, në 7-8 minutat e fundit jemi të programit për ditën e sotme. Ndërkohë na vjen zyrtarisht përgjigje nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor që këto ditë zgjidhet, sepse ka pasur një ngërç, me thënë të drejtën, dhe këto ditë zgjidhet kjo problematika kartës digjitale për teografit. Kështu që e ka marrë zyrtarisht këtë informacion. Besoj që vlen për sotrin që na telefonoi pak më herët, por edhe ndonjë person tjetër që ndoshta ka pasur pak vonesa për këtë kartë digjitale, kështu që do të jetë çështje ditësh që ajo do të zgjidhet dhe secili do të pajiset ata që kanë aplikuar. Mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Desha të pyesja për këto legalizimin me birin e nësë, kur do vjen? Po, rast pas raste nuk është se është proces kolektiv, ke aplikuar. Jo, s'kam aplikuar asnjë, tani duhet. Jo, nuk janë hapur akoma. Po kur mund të hapen? Po se di, nuk është se ka një kohë të caktuar, ndoshta kur të shërton. Se unë vetë atje thonë janë mbyllur legalizimit, s'kame. Jo, aktualisht nuk ka, zojmë, besoj që do dalë në një vendim së shpejti, por se kur nuk mund ta them se nuk e di. Nuk është të diçka nga institucionet, për momentin nuk janë hapur, janë të pezulluara për aplikimet e reja, jo aplikimet që janë. Aplikimet e reja, pilim. Aplikimet e reja nuk janë ende në dispozicion për qytetarët në mënyrë që të aplikojnë. Ta që unë kam bërë një shtëpi 4 kaç. Edhe e kam me tulla, me qati, me gjithë. Po, si që bëhet çdo shtëpi. Nuk e kam suvatuar dhe nuk e kam suvatuar nga jashtë dhe nuk kam vënë dritare dyer. Me legalizohet? S'ka problem. S'ka problem, S'ka si që fare. Pra ti e ke pa qati? Jo, e kam bërë qatinë. Vetëm suvatim nuk i kam bërë nga jashtë dhe dyer penxhere nuk i kam vënë. Do me thënë është kështu si bina. Muret e brendshme janë bërë? Po. E kuptoj, po pse keni lënë ashtu, nuk jetoni ju aty? Po se s'kemi, nuk jetojmë aty. S'kemi filluar të jetojmë se nuk e kemi mbaruar. Po, legalizohen e dash, nuk ka asnjë problem. Nuk ka, absolutisht jo. Sepse ai është objekt që është ngritur, është e gjithë struktura. E kam dhirë me leje, dhe nuk janë, domethënë, suvaja, dyer dhe dritaret nuk janë të detyrueshme për procesin e legalizimit. Lejen e kam marrë që në 2008. Mimi, dakor, patjetër. Po nuk ka shumë rëndësi ajo. Edhe mjafton që të jetë e përfunduar ajo struktura mbajtëse. Dhe nuk ka asnjë lloj. Po, është e mbaruar me qati, me asnjë lloj problemi s'ka zonjë. Thjesht kur të hapet procedura e aplikimeve të reja për legalizim, do ta bëni edhe ju. Ku në cilën zonë do të shtëpia? Unë në Pogradec, po këtej nga rrugë Volorekës. Në Gjolime. Po pse se bëre 2 kate dhe ta kishe suvatuar, po e bëre 4? E po, mos kemi leka. E po s'ke leka, po ce e bërë 4? Kishe bërë 2 dhe i kishe suvatuar me ato lekët e 2 kate. Ashtu bësh kalamajve, fëmijët i ka fajt. Mi që i ke vënd qatit pak dhe ke mbyllur me 4, se mund të shkonte edhe 6. Po, e kemi bërë qatit. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit e ti, qofsh mirë. Gjithë mirë. Shkojmë telefonat tjetër, mëngjesi. Përshëndetje. Urdhro. Si jeni? Mirë, si jeni. Dëgjoj, kemi komunikuar bashkë dhe i ditë për punën e pensionit të bashkëshortës time. Po. E morë dhe emrin Maria Laza i quhet. Po, e di në ruar. Për problemin që
duhet vërtetimi i tokës për vitet që janë del siguracion. Po, dhe ashtu është nderuar, në rast se zonja nuk ka si mandat, dhe përgjigjen po lexoj. Jo, mandatin e pagesës e ka. Nëse ke mandatin e pagesës nuk të duhet ajo. Nuk duhet ajo vërtetimi i tokës, ë? Jo, nuk të duhet. Në rast se ke mandate që vërtetojnë se e ke paguar. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Okej, atëherë një tjetër lajm për atë prapë të kartës digjitale të Teografit. Për arsye procedurash ka pasur mungesa, ndërsa nga sot kush ka aplikuar mund të shkojë ta tërheqë këtë kartën e Teografit. Shpresoj që zotëria të në dëgjoj sepse ishte edhe me probleme nga puna, kështu që mund të shkosh që sot për ta tërhequr ata. Shkojmë me tjetër telefonat. Faleminderit. Alo, Klodi. Po. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Jam zonja që telefonova dje për faturën e pensionit të kompensimit të dritave. E dërgova se më thatë ma dërgova. Ku ma dërgove, se unë se kam parë? Po, me WhatsApp s'më pranohet, më thot se s'mund të pranon të numër me WhatsApp. Me qa të dërgoj? Po pse thua e dërgova pastaj? Urdhë? Pse thoni e dërgova pastaj? Me këtë numër? Ma jep ti numër e telefon, se ti nuk e ke numërin tim. Po, ja 1 minutë. 1 minutë e mbyllim? 1 minutë të gjithë. Alo? Unë e zërin televizorit, zemër. Po. Fjala që bje se 1 minutë. Urdhë? Ja 1 minutë. Okej. Për 1 minutë e mbyllim. Genta, je kanë qik numërin tim telefonit. Hajde Genta, shpejt. Po, ja 1 sekundë. Jese i bje keq ashtu, hajse do. 68? Po. 31? Po. 69? 232. Faleminderit zonjë. Faleminderit juve. Okej, super. Edhe një telefonat të fundit në këto momentet mbetura për emisionin e sotëm, e marr data 10 qershor në 068 60 54 639 068 99 00008 për orës 7 në transmetim në drejt për drejt edhe për ditën e sotme. Kemi telefonat të fundit për sot? Akoma e mbyllim se pak sekonda kemi, kështu që edhe në rast se do të jetë dikush. Faleminderit që na ndoqët, ishte gjithçka për sot. Emisioni vjen nesër, por bashkë do të ritakohemi në program pas një jave. Ciao.